të garantojmë banim të lirë dhe qytetarët e Prishtinës të kanë mundësi të blejnë banesa dhe të jetojnë me qira të përballueshme. Fillimisht faleminderit për mundësinë. Ne si subjekt politik kemi hyrë këtë garë me i përfaqësu interesat e shumicës qytetarëve. Shohim që çdo ditë në krejt takime që kemi pas në qytetin e Prishtinës ka pas jashtëzakonisht shumë probleme dhe kryesisht me kostën e jetesës. Ne besojmë që disa drejta janë të drejta esenciale për cilat duhet mu angazhu ne si subjekt, është si e drejta për shëndet cilësor, e drejta për banim cilësor, e drejta për ajër të pastërt, e drejta për kujdes social, e drejta për lëvizje të lirë përmes transportit publik. Praktikisht këto drejta duhet të jenë të garantuara për secilin qytetar dhe ne angazhohemi që këto të drejtat jenë pjesë e ekzekutivit komunës Prishtinës. Po ashtu, ne jemi angazhu jashtëzakonisht shumë dhe angazhohemi që ta bëjmë një luftë ndaj spekulimeve të çmimeve ndërtimit, pra të garantojmë banim të lirë dhe qytetarët e Prishtinës të kanë mundësi të blejnë banesa dhe të jetojnë me qira të përballueshme. Pra, siç e dini sot, një pjesë e madhe e shoqënisë tonë, kryesisht çifte të reja dhe persona që ka nevojë për banim, mirë po nuk janë pjesë e tregut të banimit hiç, për shkak se një pjesë e tyre e kanë të pamundur që në këtë treg, ku kushton një metër katror 1.200 deri 1.500 euro, të arrijnë ta blejnë. Ashtu që e dini, paga mesatare në Prishtinë është rreth 650 euro, nëse llogarisim që dy persona punojnë, në një llogaritje shumë thjesht, një logjikë ekonomike shumë thjesht, dikun për të blerë banesë i bjen që të paguaj një ratë për 700 euro në mujore.